Ky është futbolli, nuk është vetëm një lojë, është zemër që rre më fort se zakonisht, është shpresë që lind çdo herë nga e para. Kosova na bëri të besojmë sërish jo vetëm për rezultatin, por për shpirtin në fushë, për luftën në çdo top. Për krenarin që nuk u dorëzua as një sekond, sepse ndonjëherë fitoria nuk matet me gola. Matet në mënyrën si ngrihesh, si lufton dhe si e mban flamurin lart edhe kur rezultati nuk është në anën tënde. Ky është një tjetër kapitull, një tjetër provë, një tjetër shans për të ndërruar më fort. Dardani je më e mira, sepse krenaria jote nuk varet nga tabela, por nga zemrat që treguat në fushë. Sot kemi në studio një emër të futbollit shqiptar mjaft të njohur, le të them kështu, ka lënë gjurmë në çdo skuadër ku ka shkelur, ka bërë krenar Shqipërinë edhe në skuadrat e jashtë ku ka luajtur. Një emër, le të them kështu, që ka ishur pak dorë nga futbolli, edhe është larguar pak nga media kohët e fundit, prej vitesh e kam fjalën për Xhevair Sukajin, të cilën e kam sot në Topcast. Faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe është kënaqësi që të kam këtu sot. Faleminderit si u gjeta. Pse kjo zgjedhje për të qëndruar larg mediave, larg sportit? Përkupimet e jetës. Punë të tjera që kam hap. Jo se jam larg sportit, ndeshjet me rëndësi, ndeshjet e kombëtares, derbit, i ndjek. I ndjek, okay. Kur kam kohën lirë, gjithmonë jam pjesë, i shkoj shoh në stadium, po jo aktivizum pas ekipit, pas futbollit. Mirë, unë nisa në start në fakt me një fjalim zemre për Kosovën edhe Shqipërinë. Kështu dhe ajo që duhet hap sot emisionin është pikërisht një 10 minutë shumë i shpejt për Kosovën, për atë çka bëri Kosova para 2 ditësh, na bëri vërtet krenar. Personalisht më pëlqeu loja, humbje me dinjitet, le të them kështu. Si e komenton Kosovën në këtë ndeshje? Për të gjëna. Ka një ekip shumë mirë. Gjithashtu dhe ekipi jonë kombëtar. Bën një sezon fantastik. Gjëna, pak të një ekip u dëshme që e në kombëtar, në botëror. Shikova Kosovën. Ekip ka individ shumë mirë. Ndryshe nga kombëtara jonë. Kombëtara jonë ka grup shumë të fort. Kurse Kosova ka individ shumë mirë. Neshen që u lujt me Turqinë, e barabartë. Turqia të hyje që ka, edhe nuk u ndjete absolutisht asnjë diferencë. Edhe mendova deri në fund që do ta arrishin barazimin që ta pretendoshim kualifikimin. Siç u kualifiku Bosnia me Italinë, pse mos mu kualifiku një nga ekipet tona, një nga kombëtarët tona. Nuk ka më diferencë futboll. Sot po vrapove në fakt, ajo që pash te Kosova ose ndjeva më saktë, ndryshe nga ndeshja me Shqipërinë e Poloninë, ishte lojtarët luftonin me shpirt dhe me zemër. Gjë që te Shqipëria nuk e pash. Ndoshta jam gabim unë. Nuk e di për ty se ju keni qenë edhe në stadium, keni parë Shqipërinë live atje. Shiko, tash mbas ndeshjes tonë flasim, si kena qef. Unë e pash ndeshjen Poloni. Për mua më ka pëlqyer loja shumë. Super ndeshje për mua. Ne po flasim për një rast, për 1 centimetër, se po të bëte goli i Bajramit, do fliqim nësh. Jo, mori kesh e mori mirë, pëse si ra direkt, një goditje e tia, t'ishte gol, flasim nësh. Po ashtu dhe rasti e ti djallit që hyni, dhe do fliqim nësh. Edhe Shqipëria kishte ndoshta garë më të fort, kishte dëshirë më të fort, edhe Shqipëria me ndonjë Kosova? Po. Sepse lutet edhe në Poloni. Okej. Të dy e kishin kundërshtar të ndryshëm, por s'mundesh mi krahasu. Por mendoj që Shqipëria ja ka bërë maksimumin. Ne na vjen keq dhe e kena ato rretje se s'mor me pjesë në ndeshje finale. Jo se ne lut me keq. Çfarë mungoi te Shqipëria që nuk kaluam dot këtë ndeshje? Fati. Fati mendon? Pa diskutim fati. Polonia, unë se kisha pa në herë më dobët e ekip. Eksakt, pra dhe ne prandaj erdhi natë se kishim Poloni të dobët përballë, një Lewandowski që s'mundëm ta mbronim dot. Ndërsa Kosova dje
lojtarët e Real Madridit edhe të Juventusit shkonin 5 lojtarë për ta mbrojtur. Po pra se Kosova ka individ mirë. Ka individ që kundërshtari duhet më pas kujdes. Ka individ shumë zot. Te rasti jon, po duhet të them vetëm rastin kur e humbi Bajrami rastin. Po. Iniciativa e Hysajt nga mbrojtja deri përpara portierit duke i dol asnjë kundërshtar përpara. Nuk non asnjë ekip. Ne asnjë kombëtare, do thonë amator në atë rast. Se gjithë një kundërshtar i del përpara të paktën me ndalu vrullin. Domethënë që Polonia ndonjëherë më dopt edhe kur e kena mundur në Tiranë, nuk ka qenë më dopt se sa atë ditë. Para ne vjen keq. Vjen keq sepse edhe grupi që ishte nuk i bie me prit 4 vjet me tentu pro botrorin. Pra ne vjen shumë keq me kur e mendon. Për mu, si që kena qenë, edhe si jena është diferenca natë me ditë. Absolutisht. Ne sot jena kombëtare, ne losim me çfarë do lloj kundërshtarit, jena të barabartë. Çfarë argumenti ke për lojtarët që ka kombëtarja jonë, që nuk marrin minutat në ekipet e tyre, dhe lojtarët që Silvinho lën stol që kanë minuta absolut në ekipet e tyre dhe janë më të mirët në ekipet e tyre? Shiko, si Silvinho, si gjithë stafi kombëtarës, është absurde ta mendosh që për një tek ose për diçka tjetër, mos të fusi një lojtar që ka minuta edhe me fut një lojtar që ka minuta, sepse interesi kombëtar, besoj që këto persona që drejtojnë ekipin kombëtar e kanë interesin 10 herë më tepër se sa ne që ekipi të kualifikohet. Është absurde të mendosh se jo po kështu, jo po këto, pse s'po fus filani futi tjetër. Këto unë si ish futbollist nuk i kam menduar edhe kur mbyt. Lum kush është i Zoti. Trajneri që është përkatës aty e mendon se nuk do lozi Muçi, do lozi Broja. Absolutisht, nuk. Pse ti mendon se Muçi dhe Mehmeti nuk e meritonin të luanin? Nëse ka vendos trajneri, normalisht nuk e meritonin. Okej, mendon ti se ka një kleçk mes Muçit dhe Silvinhos? Jo, absolutisht jo. Nuk ka logjik. Sot jetojmë në një botë kapitaliste. Nëse Muçi është lojtar shumë i mirë, unë e kam shumë për zemër, nuk e vendyshim. E ka pa një arsye që se ka fut. Okej. Edhe unë kur kam luajtur kombëtare, smershi kombëtar, bashkë me Nera Fliç sepse s'po marrin. Ka shumë gjëra në mes që trajneri e shef që ky përshtatet për këtë lojë. Edhe ka edhe dëshirat e vet. Trajneri është zot i ekipit. Ai e mendon, nuk mendoj që do ketë kush dëshirë më tepër me fitu se sa trajneri. A mendon se ka mbaruar epoka Silvinhos te Kuqezit? S'di ta them. Nuk di ta them. A mendon se ai kemi marrë maksimumin atij trajneri? Edhe ai ka arrit maksimumin në ekipin tonë. Absolutisht, ai po, nuk diskutohet. Kenë barabart me çdo lloj kundërshtarit. Mos harro Europianin, lutjet e treja nesër dhe kishe çdo lloj kundërshtar italin, kroacin. Po, absolutisht, meritat që i ka, sepse kemi luajtur ndeshje mjaft. Po, ma të lojtar ishim. Po. Shifsha që në rastin e Bajramit, se po kapën unë atë djalin nuk e njoh. Edhe më erdhi shumë keq se e përjetoj shumë keq. Nga disa shokë mi që kam aty në ekip. Ai na ka bërë krenar në shumë raste. Nuk mundesh me paraqyguti vetëm një tek rast. Jo, s'ka pas minuta, se po të kishte bërë golin, do kishte thënë gjithë Shqipëria mirë që luajti Bajrami, s'luajti Muçi. Nëse do bëjmë një krahasim më të thellë, unë jam thjesht gazetare dhe ndoshta s'më takon të bëj analizën, por ju si një ish futbollist. Marrim Kosovën dhe marrim Shqipërinë. Marrim trajnerin Foda dhe marrim trajnerin Silvinho. Trajneri Foda kishte futur në ekip lojtarët që kanë marrë minuta rregullisht, lojtarët që ishin në formë, ndërsa trajneri Silvinho lë lojtarët me minuta në stol dhe merr në fushë lojtarë që s'kanë marrë minuta. Pothuajse shumë pak minuta kanë marrë në ekipe. Laçhe Grovën që luante Juventusin në stol, e futi në pjesën e dytë në zvendësim. La Rahmanin e shumë lojtarë të tjerë që nuk kanë marrë minuta në ekipet e tyre. Çfarë do të thonë se bani këtë veprim dhe u kualifiku? Jo, po janë veprime, mendoj unë janë veprime më të pjekura, se është absurde tani që një lojtar po marrim Muçin edhe Mehmetin që janë në 2 liga, Mehmeti në një ligë më të fortë, Muçi në Turqi është i pari, në kuptimin është golashënuesi më i mirë, dhe lojtari i muajit dhe vjen në kombëtaren tonë dhe lihet në stol çdo ndeshje ka ndodhur kjo, futet vetëm 2 minuta nga fundi, që 2 minuta lojtari nuk orientohet dot me lojën, një më t'japë maksimumin aty. Edhe për të mbyllur gojën audiencës dhe gazetarisë dhe medias, që ja e futa Muçin, nuk bëri asgjë, ju që e doni, ju që e kërkoni, po me 2 minuta. Shiko, edhe unë as Ronaldo s'jep. Edhe unë si tifoz po flas këtë rast.
Kur e kam pa që nuk ishte muç informacion, u mërzita. Po. Ti ishe në stadium, se edhe unë është në formë, po varet trajneri ka një arsye. Po pra kjo arsye. Se besoj ti futbollistike, se Muçi, unë jam shumë e sigurt që Muçi nuk është dëmtuar kur larguat tani. Po Muçi për shembull pikë strategjike me fund kokë sulmit nuk bën. Jo nuk bën, se nuk jam askush me thonë, por thjesht është lojtar krahut. Po, absolutisht. Muçi është lojtar shumë i mirë në sulm, po te pjesa e mbrojtjes ka pak disa maksitë veta. Qose ti do lushe me një sulmues, edhe me Muçin krah që ndoshta efektin mbrojtjes e ka pak më dobët edhe përballë ke një Poloni, besoj që do kishim pas më probleme. Në Kosovë dje, lojtari më i mirë i Kosovës ishte ai Sallaksi që nuk lutet ekipi vet. Nuk e di emrin. Cili? Një mbrojtës i majt. Për Gallapenin. Po. Unë i parë që e shikosha, bën një lojë fantastike. Po, e vërtet, po. Edhe nuk do me thonë gjatë, me thonë ka raste që trajneri për shtatet, unë gjithmonë kam kanë karakteri im si futbollist, gjithmonë kam kanë kundër trajnerit. Gjithmonë kam pas konflikte për plasjen me trajnerin. Se jam vetë lojtar të kapriçur. Ti dëgjoj mund të ketë edhe kombëtare në jon. Me Bajramin e kualifiku, me po më ato lojtarë që ishin. Edhe me Jasirin, mos harrojmë. Jasir Hasanin që lam në tribunë. Jam dakord. Edhe po 11 vetë do losin. Po, absolutisht, po. Jasiri lojtar shumë i mirë, por u ndiku pjesa e ndërprerjes kampionatit në Iran. Domethënë, okay, futi Bajramin që lund më pak, nuk futi Jasirin. Unë mendoj që zgjedhjet kanë qenë maksimalisht drejta. Okej. Po të kishim rrë Polonin që ne kishim të gjitha mundësit për ta mujtur, do kishim dhënë gjithë drejt Silvinës edhe ti rinovojmë kontratën. Ishte kështu gjithë të opinioni publik. Po tani ja pra që nuk ndolli, jo po, futbolli nuk ka jo po. O fitojmë, o humbim, o. S'ka, po unë personalisht mendoj që ka pas jenë e dur. Okej. Kosova ku mund të shkojë me këtë ekip, me këtë djem që ka, me këtë brum që ka? Me do presim. Ka eliminatorë të tjera tash. Iku botrori. Për mu nuk ka më diferenca. Për mu du një Bosnia, po flasim për Bosnjën, eliminoi Italinë. Me ndeshje që pam, cili ekip të duk më mirë? Kosova apo Shqipëria? Një krahastim. Ne jemi një, po që sinqerisht, domethënë mua s'më intereson fare. Unë kam thënë inshallah s'do bim ndonjëherë Kosovë Shqipërisë apo të soptona. Edhe unë personalisht mendoj që Shqipëria ka më ekip. Ka më ekip. Pa diskutim, mendimi im. Është më grup. Kosova ka lojtar shumë mirë dhe ka shumë individi shumë mirë. Okej, se di pse kam pa shumë grup Kosovën unë dje. Do të thënë të mërkurën kur luajë ndeshjen, të martën. Bosha është vetëm ndeshja që pëson një gol. Çdo ndeshje pëson 2-3, 1-2-3, nuk asnjë ndeshje s'ta më pa gola. Okej, ti ke parë ndeshjen me Polonin, po ndeshjen me Slovakinë ka luajtur Kosova perfekt. Do të thënë ka bërë një ndeshje dinjitose. Kosova ka shumë ekip mirë. Jam absolutisht dakord. Edhe ka lojtar ndoshta individ më të mirë se ne. Po. Ne ndoshta kena më eksperiencë, jena më grup, kena më eksperiencë, edhe federata është e njëjta dorë, po të njëjtit njerëz që e kanë bërë më grup ekipin. Unë mendoj që Shqipëria është më grup se Kosova. Kosova është individualisht është më lart se ne. Kjo është parashikimi, domethënë paragjykimi im që kam si ish futbollist. Nuk kam asnjë lloj. Po, absolutisht, po e drejta jote. Mirë, e lëmë një anë kështu Shqipërinë dhe Kosovën, teksa flasim pak tashmë për ju, për Xhevari Sukajin. Ne gjithmonë në Topcast e nisim me një prezantim shumë të shkurtër që e bën i ftuarin në këtë rast. Kush është Xhevari Sukaj për gjithë ato që po të ndjekin? Tani me një fjali. Si do e përshkruaje veten? Pa fol për veten. Ish futbollist, lojtar i mirë standard. Okej. Kam pas goxha karrierë të mirë. Pengjet e mia pa diskutim që i kam dhënë, nuk mendohem sepse çka kam marrë dhe çka më jep Zoti, jam i gëzuar. Si për të mirë, si për të keq, sepse se kena në dorë ne. Kam qenë lojtar mendjemal, agresiv. I pa bindur, i kam pas gjitha si... Kur thua mendjemal, çfarë specifikisht? Çfarë nën kupton? Çfarë do lloj kundërshtare që kishe përpara nuk e dhuguriça. Sigurt edhe lutem më mirë se unë edhe të më mbulonte kundërshtari, po thjesht kjo do të thotë edhe vetbesimi, jo vetëm. Po vetbesimi nuk diskutohet. E kisha atë me çfarë do lloj kundërshtare që kishe përpara nuk bësha dallimin, a jam me njëri apo me tjetrin. Kudo që kam qenë,
Kam pas shumë dëmtime në karrierë. Po para se të kalojmë edhe të thellohemi dhe pastaj mos të harrojmë asgjë, mos të lëmë asgjë pa thënë. Si nisi karriera jote futbollistike? Ku e kuptove ti që futbolli është dera që ti do të nisi edhe do të arrije sukseset? Familja ime ka qenë dhe është, po në kohën kur unë nisa për stërvitjen me ekipet me moshës shumë i vogël, 7 vjeç, ka qenë ambicia jeme dhe mbështetja maksimale e familjes. Kam pas 2 prind që gjithë jeta tyre ishte mas çevajerit. Kam 2 vëllezër dhe një motër. Okej, thashë ishte fëmijë vetëm, okej. Dhe i kam pas maksimalisht mas mejet. Rrishin pa hangër për avenirin tim që ishte futbolli. Ma shpërblej Zoti dhe hyrën në ekip parë 16 vjeç. 16 vjeç që hyrën në ekip parë. Që bana me rrogë me këto Tek Vllaznia, okay. Fillova duke luajt, Xuna vën promocion direkt. Kush ishte ndeshjen e parë, mend? Po, në kampionat kena luajt me Shkumbinin. Me Shkumbinin. Jo, më fal, me Elbasan. Me Elbasan. Si ishte ajo ndeshje? Elbasani në atë kohë ishte super ekip. Një vit para se me dal kampion. Ishte Indieri trajner Artan Boshati Shkodrani. Në mbrojtje kishte Nevil Deden, Armen Dallgon, Tevfik Osmanin. Kishte guzhaletar të mirë. Elbasani ishte shumë ekip i mirë atë vit. Ja morri Tirana atë sezon kampionatin. Hume 1-0. Në atë ndeshje më i mend që ka qenë edhe Brigel, trajneri i Kombëtares në prezent, në 2004 ka qenë. 2004, edhe mas ndeshjes më ftova në zbor, në atë kohë grumulloshi zborët e Kombëtares për lojtarët e kampionatit shqiptar që zjarrshin një vit për me shumë kombëtare të madhe. Edhe u pata ftu 2-3 herë. Mosaj ndërsa i vit më rapa shkova u bën edhe pjesë e Kombëtares. Kjo ishte fillimi i vllaznin. Luajta një sezon, në 19 ndeshje, sezonin e parë dhe shënova 1 gol. 1 gol në kampionat, 2 gola në kupë. Konkurrencën e kisha shumë vështirë, të fortë, kisha Sinanin, Vjorin, kisha Hamdi Salihin, ka qenë një Abilio, një brazilian super lojtar. Një nga lojtarët shumë mirë që ka pas kampionati shqiptar. Golin e parë si e ke përjetuar? Ç'të them? S'disha ku jam. Përballë kujt e ke bërë golin e parë? Shkumbinin. Ka qenë Shkumbinin dhe më thonë goli i parë në kampionat. Se në kupë kisha shënu. Ja 2 gola përpara kisha shënu në kupë. Mbari sezoni, prishe kontratën me Vllaznin se filloi edhe ndryshimet e presidencave në atë kohë. Mos vdekjes të Ndjerit me Ftar Çela, pa të ardhur grupe të tjera presidentë, më thonë edhe në atë vit, mbarova sezonin, dosha me bëj një kontratë 3 unë, më thonë do të klubi, unë spranova dhe shkova në gjyq me ekipin, edhe përfundova në Elbasan, vitin pasardhës, që ishte Ilir Daja trajner, dhe dorë në kampion. Me Elbasanin. Po, dorë në kampion, luajta janë 6 ndeshje. Ja kisha vënë syrin Elbasanit, ti që ndeshjen e parë që luajta kundër. Luajta janë 6 ndeshje dhe ishte ambient shumë i mirë. Dorë në kampion nga 5-6 javë përpara se morë kampionati. Marrë kampionati, dorë në kampion, u ktheva te Vllaznia. Te Vllaznia. Do të thon pas gjyqit u ktheva te Vllaznia. Si përfundoi gjyqi? Ndryshoi, dola fitus, mora letat e lira, paguajta shkollimin që isha si lojtar i Akademisë Vllaznis. Dhe i kanë Elbasan. Mrapa nuk ktheva prapë sepse u ndryshu prapë presidenca. Edhe bana edhe 2 vjet. Masanen mas i fituan kupën në 2008, mas 20 vjetëve që ishte Vllaznia pa fitu kupën, u transferova në Gençler Berlin, Turqi. Në Turqi. Në atë kohë ishte transferta e parë me vlera të tilla, domethënë unë arrita me bëj një kontratë 1 milion euro. Edhe transferta në klub ishte 200.000 euro vlera kartonit. Ishte risi në atë kohë. Po, absolutisht. 2008 ishte risi. Edhe mbrapa mos e bekim balaj, po të njëjtin ekip, njëjtën dorë, ushit po me njëjtën vlerë, diçka e tillë. Do thonë ka qenë një nga transfertat e parë në atë kohë. Para meje, ja 3 vjet përpara ishte Elvin Beqiri, që u transferu në Ukrainë, edhe me një transfer, një pagesë transfer, domethënë sot bëhen, por në atë kohë ishin pak më të rralla. Po. Mbasi u ktheva nga Turqia? Ka Turqia u ktheva prapë, nuk është se më shkoj marr viti i parë. U ktheva te Vllaznia. Okej. U ktheva te Vllaznia. Vllaznia dera hapur gjithmonë për lëvizjet kështu. U ktheva te Vllaznia, luftoshin për kampion me Tiranën dhe na mbujti Tirana në neshën e fundit, si gjithmonë. Do të vite, si Tirana ishte ekipi mirë atë.
Dhe na mujti 2-1, edhe atë neshe bëna golën. Kena qenë gjithë kampionatin në vend parë. Neshe të funit na mori Tirana. Imagjinojmë në këtë vit kështu. Ja, inshallah ja. Edhe mbrapën ika prapë në Turqi. Orduspor, ishte ekip i ri, por ekip edhe me financat forta, edhe me ekip mirë. Pata dentime, dentova Kroaciatin, Sa zjatë rikuperimi? 6 muaj. Si e ke përballuar këta dëmtime gjatë futbollit? Fizikisht kam qenë i fort, por dëmtime kam pas. Ke pasur vullnet t'i kalosh? Se ka lojtarë që demoralizohen edhe duan shumë kohë të rikuperohen, më shumë se që... Qo se i thamë një futbollistë sot, që dëmtohet, vetëm një hapa që kam mjekun, do ishte në mënyrë më e mirë. Unë i vesha fotot, gjitha fotot që shashin gazeta du dëmtu suke s'lu ma, i vesha aty dhe vazhdosha duke pa ata duke u servit. Sinqerisht. Shumë mirë bukur kjo po. Jam këthy 2 orë që kam bërë Kroaciatin, që është dëmtim që minimumi zgjatë 6 muaj. Po, dëmtim shumë. Për 5 muaj e gjysmë kam kanë lojë. Për 5 muaj. E kam pas sinqerisht, e kam pas vullnetin. Bravo. Kam qenë djalë me vullnet në futboll. Edhe shembull në disa breza të pjesa e servitjes. Jam servit shumë. S'kena pas bukë marrë në shtëpi. Në atë kohë, vallajt kur e kujtoj. Edhe vetëm servitja në rritja aty. Nuk kisha në ideal që kisha shumë talent, kisha shumë shokë që ishin më talent e zonë. Kam bërë servitje të mërësisht shumë të fort. Gjithmonë me mbështetjen e familjes. Absolutisht po. Që ose dhe më rritë më bë futbollist, na kojnë thanë, e thamë, edhe do e thojnë gjithë kohës se me aqë servitje sa të bën ekipi moshave. Edhe që ke ti nuk bëha shkurt. Absolutisht që jo. Në më thonë servitje individuale. Kam pas si trajner i ndjeri profesor Ardian Nara, që në moshë vogël, ikonë e futbollit shqiptar, një nga talentet dhe lojtarët më të bukur që ka zjarë kombe jonë. Dhe kam pas fatin të servitim nga ai. Ka një më shumë. Ai ka qenë ai më ka bërë futbollist. Mbas eksperiencës së dytë në Turqi, u ktheve tek? Jo, ika në Egjipt. Ike në Egjipt, nuk u ktheve në Shqipëri, vazhdove rrugtimin jashtë. Ika në Egjipt, Ali Ismaili, ishte pretendent për kampion. Futbolli ishte shumë i fortë, shumë i mirë. Kishte një menaxher për këto lëvizje apo? Po, ishte një Maqedonës dhe Ulix Kotri, ishte futbollist i Vllaznis, kam pas gjithmonë bashkëpunim me Ulixin dhe në disa transferte ka qenë pjesë. Shkova në Egjipt, në atë ku isha në gjyq me ekipin turk, për pjesën e pagesave që se nuk nejtën korrekt, po. Edhe në Egjipt fillova me lujt në prill. 2 muaj lujta, ishim finalet kupës, e humbe neshin aty. Edhe u ktheva mësej në Zagreb. Shkova në Zagreb. Nga Zagreb, ishte ekip shumë i mirë, shumë ekip i mirë. Në atë vit u shit Mario Mandžukić ishte nga ekipi jonë Dinamo, nga Dinamo shkoj në Wolfsburg. Dhe ishim pretendent për kampion. Ne e mori Dinamo Zagrebin në fund. Lujta një vit, gjithmonë pas ke has të këto ndeshje që ju merr në fund në një skuadër. U ktheva te Vllaznia. Po. Ktheva te Vllaznia, lujta prapë me Vllaznin, u kualifikum, dolme në Europë, u kualifikum turën e parë, turën e dytë ishim me Tunin e Zvicrës, Brazim Shkodër, nesha aktimit atje bana golon 1-0, 2-3 minutat e fundit na bojnë 2 gol ato. U eliminu atë neshe. Kje ka qenë mrapën, masaj një në Iran. Ika në Iran. Mbas Iranit e Partizani, besoj. Po, në Iran ishte karriera më gjatë e ime në një ekip. 4 sezone. 4 sezone. Të Sepahani. Si ishte futbolli atje? Shumë i lartë. I lartë? Po. Ekipi Sepahanit ishte ekip shumë i madh, në lojtar klasit, më i men atë ditë që shkova unë, thosha s'ka mundësi ku kam lujtje tani. Aq nivel kishin. Kisha një sulmues Ibrahim Toure që u shit 18 milion euro në Monaco. Nga ekipi jonë. Ai ishte sulmues, do të thonë unë ai ishin sulmues. Dhe luajta 4 vjet, dola 2 herë kampion. Fitova kupën e Iranit. Dola 2 herë lojtari më i mirë i huaj në vendin e Iran. Ishte në 2014 më mend që shkoi Iranin botror. 7 lojtarë të Sepahanit ishin formacion me kombëtar në Iranit. Gjithë ekipi kombëtar, baza ishte ekipi jonë.
edhe kishte konkurrencë shumë të fortë. Maj mend edhe atë vit që Argentina i mundi në fund, ishte për të kalu grupin. Domethënë kombëtari i Iranit shumë e fortë. Kam kalu një universitet, 4 vjet aty. Edhe sa harroj kurrë, akoma i kam lidhat aty. Shumë futboll. Mësove gjuhën? Arrite sa? E flas persa. E flet, ë? Flas persa. Jam goxha edhe biles e kam ekip që s'u harroj kurrë. Tash para se më nis ky konflikti i luftës, unë isha në Iran edhe mbylla karrierën atje. Atje mbyll. Po, dhe kisha 17.000 tifoza që kishin ardhur me atë nesër që mbylla karrierën unë. Çfarë thua? Për Zotin. Edhe po kam lënë emër të mirë, shijur Zotit. Absolutisht po. Ka e smar, atje u dëmtova vetëm një herë, edhe atje nga që klubet kanë shumë lek, paguajnë shumë lek, lejohen vetëm 3 lojtarë të huaj. Nëse ti je 6 muaj vram, do të thonë një lojtar i huaj atje do të më bëj diferencën. Diferenca atje e bën shumë e ke shumë vështirë me e bë diferencën. Se janë shumë lojtarë të mirë, ka futboll shumë. Unë u dëmtova dhe mojtën, sepse nëse lojtari nuk luan mirë ose bën 2-3 paraqitje të këqija, ose dëmtohet ekipi të lënë njërë sepse blen një lojtar tjetër sepse ka financët, është krejt normale. Me majti ekipi, edhe ja dite për nderës, ishin shumë pagesë, ishte pagesë shumë e lartë me thënë drejtë. Financiarisht kam kanë shumë mirë aty. I kënaqur aty. I kënaqur. Edhe nuk e harroj, po ta krahasosh gjitha ekipet, Vazhdia më ka rritë, por Sepahanim ka pjek, ose si më të thanë. Po. Financiarisht. Ato si futbollist. Çdo aspekt, ka qenë shkollën vete. Po, shkollën vete. Në Champions League të Azis, pretendent për golçenus. Champions League e Azis është siç është Europës, është në Azi. Jo nivelet siç është Europa, po atë gjithmonë ishin pretendent me ekipin, edhe në Azi. Kam kalu shumë mirë. Prap shkoj, prap merrem me to, prap flas me Tu propozuan të një vend atje në Iran në një pozicion tek ekipi që ishe apo jo? Jo, në moment që e kam lënë futbollin, s'kam dashur më marr futboll. S'ke dashur. Mendon se do të ishe propozuar duke i njohur persona që të kanë rrethuar? Tani që isha, dhe një nga shokët më të mirë të mi, në kohën kur lusha unë është trajneri i Sepahanit. Muharrem Navidia është një nga ikonat e ekipit, në historisë të ekipit të Sepahanit. Edhe më tha afroju, tha dhe më kërkote një ndihmë për ndonjë emër, për me rrëpru të ekipi, në rolin e menaxherit, po unë kam hesh dorë, nuk merrem atë. Dhe futa, i dhashën 2-3 emrat kombëtarës tonë, 2-3 lojtarë, që një nga ato u bë hynë në kontakt, por plasi konflikti, po flas tani për para 4 muajve. Plasi konflikti i Iranit që ka tani, edhe Meti Pezull. Cilët janë të lojtarë? Mund të thush emrat apo jo? S'ka lidhje, s'ka në shkollë. Okej. Mbas Iranit ishte Partizani? Partizani. Si lindi kjo oferta nga Partizani? Si e ndjer aty më pas? Kisha një shok përbashkët që kishte lidhje me ekipin e Partizanit, ajo bë sebeb, edhe nëpërmjet tij shkova te Partizani. U kënaqem me të drejtën. Te Partizani e cilësuar gjithmonë vendimtar nëpër derbi. Gjithmonë Tirana e kam pas shef, edhe kur kam luajt te Vllaznia. E jo pas qef kështu apo qefje? Jam çotë zoti aty gjithmonë mas bardh e pashë, gjithmonë me Tiranën. Domethënë erdhë te Partizani, ishin pretendent për kampion, atë vit kishin përballë Skënderbeun, një nga ekipet më të mira që ka pas ndonjëherë kampionati shqiptar ishte ai vit. Ku që doli dhe kampion dhe doli në Europë. Na ka marrë neshet fundit, edhe Korça atë vit, Skënderbeu. Kishte Salin, Ulainken, Berishën, Shkëmbin, Shein. Okej, ka qenë goxha e mirë. Në atë vit kena bën një kampionat shumë mirë, po thjesht nuk fituam kampionatin. Kalova një vit mirë, mbaroi sezoni. Doli një ofertë si gjithmonë, sulmuesat kur shënojnë gola kanë ofertët. Po. Edhe shkova në Malezi. Sa vjen që morë ofertën? Ku ishte Partizani, në çfarë moshe? Po, 27-28 do të ishin ato. Se shkova në Malezi, atje u dëmtova, u ktheva prapë te Partizani, një vit më parë. Thonë bëna një sezon shumë mirë, 22 gola. Ku kisha munguar një 8 ndeshje dënumll edhe i dëmtu. Edhe e mbylla sezonin me 22 gola. Bravo. Edhe ishte goxha mashallah sezon, arritje. Edhe shkova kisha ofertë nga Bari,
Italisë, Bari ishte pretendent play-off për medalën Sarina, dhe nuk e di nga kishte rrjedh një burim që thoshin unë kam pasaport franceze dhe lejo me lujt edhe në Serin bën Italisë. Që ishte vërtet, ardhen drejtuesi tu dhe nuk shkova, se Bari u eliminu në play-off. Se një kampionat italian lejon vetëm 2 lojtarë ekstrakomunitar të Seria B dhe poshtë. Dolin Malezi, shkova atje Malezi, risi komplet futbolli, ku kishte lidhje as pak me ku kisha luajtur më përpara. Për mirë apo? Niveli i dobët. Niveli i dobët, o? Niveli i dobët. Pagesat mëdha po niveli i dobët. Dhe lushim neshe pas servitje. Thonë ishte nivel siç është niveli i dobët. Kisha luajtur asnjëherë një ekip shumë lek, por nuk kisha luajtur një ekip me nivel më të dobët gjithë karrierën që kisha pas. U dëmtova, u ktheva te Partizani prapë. Te Partizani atë vit prapë luftu për kampion me Kuksin, që se mon me në rastin e kartonit kuq të Kuksit me SNB-un, ai vit ka Partizani ishte ekip shumë i mirë, kishim një sulmues shumë mirë e Kubanin. Po, mbajmë edhe këtë. Ka qenë një sezon shumë i mirë Partizanit. Edhe prapë se dolme. Kismet. Mrapa mesalen fillova nuk i kisha më me qef. Nuk i kisha më dëshirën për servitje, për visha prapë mas dëmtimi që dëmtova gjurin prapë. Edhe vazhdoja vash, derisa te flamurtarja mbylla. Nga gjitha këto ekipe, the eksperienca më e bukur ka qenë në Iran. Le ta cilësojmë kështu apo? Po se u plotësova si lojtar. Po. Kampion në Iran. Nga gjitha këto ekipe, paga më e lartë që ke marrë te cila skuadër ka qenë? Në Iran, pa diskutim. Në Iran. Edhe Malezia. Edhe do të thonë nga Partizani, pastaj Malezia prapë më lart. Okej. E qartë. Ky momenti që ikën dëshira për të stërvitur, ndoshta edhe për shkak të dëmtimeve të një pas njëshme, do të thonë ezaurimi i karrierës, le të them kështu, shumë gola, shumë skuadra të provuara, shumë eksperienca. Si ishte ky moment për ty? Dëshira bën diferencën. Kur vazhdon do të thonë unë s'kam djalë, bo me pas djalë, futbollin jap. Profesor më të bukur se futbollin s'ka. Por kur të kalon, mendimi im, kur të kalojnë disa vite, fillon e lodhet. Ronaldo është shembull. Që ati si mërojnë vitet. Don ti kapi sa më tepër minuta, sa më tepër ndeshje, sa më tepër paraqitje. Mu miku pak dëshira. Edhe po flas 30 vjeç, Po pra e di, po shumë i ri. Isha 29-30 vjeç. Edhe në preva. Paralelisht kisha hap disa punë të mia në të cilat që fillova me vu para futbollit. Do të thonë para se të mbyllësh futbollin, njëkohësisht kisha hapur edhe disa biznese tua që vazhdonin të ecnin. Okej, gjë e mirë. Dhe në kohën kur luaja futboll, edhe ekonomikisht pjesa e pagesave ishin relativisht shumë të dobta. Dhe gjërat që unë kisha vazhdu me punu. Edhe detyrimisht vazhdova duke janë fokusin të biznesit, duke fokusin të biznes, familjar. Dhe nuk me ka dalë keq. I penduar jam se sa ma gjatë me vazhdu në futboll jem ma mirë, por qysh zotit atë risk kam pas dhe nuk jam nuk i vjen pishman. Nuk vjen pishman. Ajo që doja të thoja dhe të theksoja gjatë bisedës, po mendoja nga rikthimi jot, kthehesh si golashënuesi më i mirë i kampionatit sërish, çdo ndeshje më mirë. A mungon në kampionatin shqiptar një golashënues me plot kuptimin e fjalës këto vitet e fundit? Po duhet më përgjigjesh sinqerisht. Bekim Balej po bën maksimumin. Po tregon që ka lind futbollin në Shkodër. Ka pas gjithmonë dhe ka nxjerr gjithmonë sulmuesat më të mirë të kombit, më të veçantit, dhe ne jena shurë një shkodran për pjesën mes fush dhe sipër. Na qenë më qose një ekip tjetër të zjarë të 2, ne zjarëshim 12. Pjesën e sulmit. Pjesën e mbrojtjes e kena pas pak ma, kena zjarë, ka pas mbrojtës a Vllaznia sa dush. Super, në më thonë ikona. Vazhdojnë prapë Vllaznia me pas sulmuesin më të mirë kampionatit ka Vllaznia. Vazhdojnë, për prapë është në kërcë, për mendimin tim. E di. Mendoj që ku bën sa vite që nuk ka një sulmues më thonë, po, kjo vlen. Gjithmonë kampion del një ekip që ka sulmuesin më të mirë të kampionatit. E vërtet.
nuk ka shkollajt me dalë nga raste të rralla. E ki vurin gjithmonë që golshenusi i kampionatit është ai sulmuesi i cili ka dalë kampion ekipi vet. Po. Bo diferencë, sulmuesi mirë bo diferencën, sidomos kampionatin shqiptar. Nuk ka, po e vun gjithë. Po e vun Eksakt, pra, do të thënë Partizani nuk ka një golshenues, Dinamo gjithashtu. Do të thënë po marr 4 skuadrat e para në Final Fourit nuk kanë sul, na mungojnë golat, jemi kampionatin më i dobët për gola. Edhe kjo është vërtet për të ardhur keq. Prandaj Ceka more Vllaznin si shembull. Vllaznia është në vend të parë, po ka ndeshje që i mungon golat. E di. Ndërkohë shumica e golave i ka ardhur, le të them kështu nga penalltit. Po kjo s'është mirë për një ekip që do të dali kampion. Ti do thuash kampion del dhe me penallti, absolutisht. Ajo pastaj është edhe mendimin e fatit. Po që nëse duam të sigurojmë diçka, duhet kemi një bazë në sulm, një sulm të fortë, duhet kemi sulmuesa. Edhe shikoj shumë të vështirë këtë në gjithë ekipet shqiptare. Është një moment jo i mirë për repartin e sulmit gjithë kampionatit shqiptar. Po, vërtet është kjo. Por jo se nuk e vujnë edhe shtetet tjera, edhe kampionatet tjera. Okej, po flasim këtu që cilësoni si një nga kampionatet më dobët për gola. Po jena mësu me pas edhe me pa sulmuesat mirë, lojtarë të mirë në vite. Prandaj, po. Edhe na kena pas edhe nga me lojtarë mirë, sulmuesi mirë. Absolutisht, e mbaj mend, kështu që kot nuk e këtu top ka sot. Gjithmonë më të mirët marr. Domethënë ka pas, po sot edhe futbolli ka filluar me ndryshu. Ka filluar të bëhet biznes. Po, biznes pa diskutim. Është kapitalizëm i fortë, ja është por. Një sulmues i mirë. Por ato që kanë financa, se për ato që s'kan financa nuk është biznes. Nuk është e lehtë me majt një ekip futbolli në Shqipëri. Një sulmues i mirë do shumë lek. Absolutisht, po. Edhe një mesazhor i mbrojtës, nuk diskutoj edhe për tjerë. Edhe trajner, po investimin që bën futboll, është shumë vështirë me e marrë mbrapsht. Sepse çfarë tarë në shketi që del kampion Shqipërijet. Dhe kampion sa ekipe dalin? Një ekip del. Po lek tjera, po ekipe tjera ku shkojnë? Marrin një farë përqindje dhe ato, po ç'a marrin thua? Pagesat janë shumë larta në këmbim që ç'a marrin. Dash zoti për me pështu këtë vend dhe futbollin është ligji i sporteve. Unë kam qenë disa herë edhe në diskutime edhe në për tavolina me njerëz që e kanë shpresë dëshirë dhe janë pjesë e qeverisë për ligjin e sporteve. E kam diskutuar dhe jam pyet punë, domethënë diskutim tavolinësh, jo të pjesët të lartë sepse s'kam asnjë lloj. Ne kemi diskutuar edhe këtu në Topkas me Fidel Ylin që ka qenë një nga ministrat. Po, dhe unë kam gjë që kam lidhur vetëm fjalë deri tani. Ajo opshton kampionatin shqiptar. Shpresojmë shumë. Duke qenë se je futur biznesit me kokë, le të them kështu, ke menduar të marrësh të blesh në ekip shqiptar ose të menaxhosh, duke qenë se eksperiencën xha e ke si një ish lojtar? Po s'jam në atë niveli me blerë një ekip? Avash. Avash, teren themelët. Shiko, është shumë e vështirë me pas një ekip futbolli. Absolutisht që po. Çdo ekip ka sikletet e vetë. Do kishe dashur? Po, është jeta ime futbolli. Pavarësisht se te cili ekip e ke syrën më shumë, nëse do bëhet në një të ardhme? Shiko, me dëshirë Vllaznia nuk diskutoj, por varet nga momentet se janë ekipet, varet si kush më ofron, varet ku janë interesi. Me dëshirë po me intelekt kush? Në Shqipëri kam qejf Vllaznin e Partizanin. Partizanin, no? E kam shumë e qejf, edhe te Partizani kam kaluar shumë mirë. Kam lënë përshtypje të mira te klubi. Kam marrëdhënie me drejtuesit pa diskutim. Bashkëpunojmë. E kam qejf Partizanin. Jam tifoz i Partizanit. Vllazni nuk e ndroj më asnjë, Të theksojnë këtë se. Se i kapin këto për mendje. Vllaznin jam rrit familjarisht. Baba jem ka dhuru toka për me mu servit ekipet e moshave të Vllaznis në vite, domethënë nuk ndodh, është vajzën është leje rrinë në Tiranë, kam tifoze në Vllaznin. Shkodrane. Si është investimet? Nuk i ndaje këto dy ekipet. Investimet e ekipit Vllaznis. Ke shkuar ta ndjekët në stadium mirë apo jo? Po, edhe neshe me Elbasane. U knaqa. Bani neshe shumë mirë. Po. Sinqerisht. U knaqa do e pa. Kishte përvjetor ekipit Vllaznis. 170. Edhe u knaqa do e pa. Aty thashë kam dorë kampion si me loja që pa. Pavarësisht se bëm golin në fund. Na shkoi barazim me bëm golin në fund. Dash zoti mall, dalim kampion.
Si e shek të vit kampionatin? Unë me shumë vite nuk kam qenë Partizan që Vllaznia del kampion. Nuk e qenë. Nga rrethanat, nga shumë rrethanat, nga shumë gjëra kam thënë që e ka shumë vështirë. Si mjet mendoj, jo si ata edhe si unë që kena thonë viti jon. Futbolli s'ka vit. Është i pabes futbolli. Jo, ka vendos këto mohabetet e domethënë është katastrofë diçka. Unë mendoj dhe shpresoj që është momenti i dur i ekipit Vllaznisë për me dalë kampion. Dash Zoti më dhe përsëris edhe herë. Nuk është e lehtë me ul nga fronti Vllaznin, po doli kampion si mjet. Ashtu mendon? Po. Shpresojmë se shkodranet e duan e kërkojnë ndër vite këtë, kështu që e lëm pak më njanë futbollin, flasim pak për jetën tënde personale tani, private. Ke sa fëmijë? Unë kam një gocë. Vetëm një gocë. Are. Një gocë, ta kesh me jetë. Na trego pak si e njohur menusën tënde, çfarë marrëdhënie kemi? Nuk flas fare. Nuk do më fal. Edhe të gocës. Okej, në rregull të gocën. Jo, s'ka. Edhe të gocës s'kam fol kur për familjen. Okej, në rregull. Ke një vajzë të vogël. Sa vjeç? Bën 15. Edhe 100. Çfarë marrëdhënie ke me gocën? Është tifoz e zjarrt e futbollit, është Sa e lidhur është me ty? Maksimalisht. Shumë. Gjithmonë gocat mas baballarëve, nuk diskutohet, por vajza Sara është goxha e lidhur me mua. Është shumë e zonja në sport. Ka qenë edhe në futboll. Dhe kishte shumë përje me futbollin, po isha unë që nuk doja jo me andalu, por edhe kishte dëshirat edhe tjera, por nuk e vazhdoj. Është akoma në sport aktivizohet, si në shkollë, si të Rediupit, e Akademia Redit, mërë pjesë aty. Dhe e ka shumë me qef. Të që është rritë për bëhet adolescente. Dhe tifoze e Vllaznisë dhe Partizanit. Prap, si baba e vetë. Bese, ka kapur në vite ku ti ke luajtur gota? Ka parë në stadium? Ka qenë në stadium. Edhe në Iran, 6 muajshe ka qenë kurgar. 6 muajshe, mashallah. Faleminderit. Dhe te Partizani ishte 5-6 vjeçë, 7 vjeçë. Okej. Më arrit domethënë. E shumë e dhënë mos me dhe mos sporteve. Më bëhet qefi shumë. Gocat kanë këtë marrëdhënie në veçantë me baballarët. Ku do ta shohim Sukën në vazhdim? Po flas në aspektin e futbollit dhe jo në atë të biznesit. Ke ndonjë plan në të ardhmen? Do ta shohim afër futbollit apo jo? Nuk e di, ndoshta është herët, por po e tentoj aktivizimin në disa profile në të cilat i shërbejnë futbollit. Me kismet, ja lem kohës, i du dhe pak kohë për me arrit deri atë që kërkoj, po dhe me thonë, kur më stuj kur, por që do jem pjesë edhe e futbollit në të ardhmen e kam si synim. Unë s'po të ngacmoj më, të uroj shumë suksese, shpresoj që pse jo të shohim edhe pjesë e futbollit dhe sa më shpesh edhe në ato tribuna. Si një lojtar ke qenë fantastik, kështu që shohim edhe pse jo në aspektin e biznesit afër futbollit do jetë perfekt. Faleminderit shumë, të falenderoj dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit dhe ju dhe inshallah me suksese dhe me mbarësi edhe emisionin. Shumë faleminderit. Teksa ndoqët Topcast këtë episod të dashur miq, mos harroni ta bëni share, like dhe subscribe dhe ne do të shihemi sërish javën e ardhshme me një tjetër puntat. Deri atëherë bashkë ndajemi këtu natën e mirë.